5 fakte për disleksin të cilat mbase nuk i dije. Disleksia është mjaft e zakonshme dhe e përhapur. Zgjat gjatë gjithë jetës, por nëpërmjet ndërhyrjes së duhur mund të përmirësohet ndjeshëm. Disleksia nuk ka lidhje me inteligjencën, me dembelizmin apo thjesht me leximin mbrapsht të shkronjave. Në fakt, kjo e fundit vjen si pasojë e pamundësisë të këtyre individëve për të ndarë të majtën nga e djathta. Disa shenja të disleksisë mund të vjenë re që në një moshë shumë të hershme dhe ndërhyrja gjithashtu mund të nisë herët. Dhe ç'është më e rëndësishmja, tek individët që nuk kanë disleksi, gjatë procesit të leximit, në trurin e tyre aktivizohen disa zona në hemisferën e majt që i ndihmojnë shumë në këtë proces, ndërkohë që tek individët me disleksi, këto zona aktivizohen pak ose nuk aktivizohen fare, dhe për të rikuperuar, ata aktivizojnë zona në hemisferën tjetër. Por kjo bën që leximi të jetë më i lodhshëm dhe më i ngadalshëm. Por kjo nuk do të thotë që truri i tyre është më i dobët. Në fakt, ata kanë të menduar kritik, janë kreativ dhe kanë aftësi mjaft të mira të zgjidhjes së problemeve.